Vllaznia e futbollit të femrave i ka dhënë fund aventurës europiane pas dy humbjeve brenda pak ditëve. Kuqeblut janë mundur me të njëjtin rezultat 2-1 fillimisht nga kampionja e Slovakisë Spartak Myjava dhe më pas nga kampionja e Çipros Apollon Ladies. Humbja e parë e regjistruar mbrëmjen e së mërkurës nga Spartak Myjava i mbylli vllaznisë rrugëtimin në UEFA Champions League, ndërsa disfata e ditës së shtunë ndaj Apollon Ladies i hoqi mundësinë skuadrës shkodrane për të vijuar garën edhe në Europa Cup. Sfida ndaj kampionës së Çipros nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për vllaznin, që në minutën e 6 kapitenja Doçi kaloi Kuqeblut në avantazh pas një gjuajtje të fuqishme që përfundoi në rrjetën e skuadrës çipriote. Vllaznia ruajti avantazhin gjatë gjithë pjesës së parë duke mbyllur atë në shifrat 1-0. Edhe në pjesën e dytë skuadra shkodrane rezistoi për një kohë të gjatë, por në minutën e 74 Freda Kristiba barazoi rezultatin për Apollonin. 90 minutat e kohës së rregullt u mbyllën në barazim dhe sfida shkoi në kohën shtesë. Në 15 minutin e parë të shtesës, Apollon Ladies arriti të shënojë golin e dytë duke përmbysur rezultatin në 1-2 dhe duke marrë avantazhin e kualifikimit. Vllaznia u përpoq deri në fund për të gjetur golin e barazimit dhe për ta quar ndeshjen te gjuajtjeve të penalltive, por nuk ja doli. Pas 120 minutave lojë plus minutën e shtuar, rezultati mbeti 1-2, duke dhënë skuadrës çipriote kualifikimin dhe duke dhënë fund aventurës europiane të vllaznisë së femrave. Pavarësisht eliminimit, Kuqeblut e mbyllin këtë përballje europiane me një paraqitje konkurruese, teksa të dyja ndeshjet u vendosen me diferencë minimale.